Tërbuni ka regjistruar një tjetër goleadë në morinë e fitoreve që po korr drejt Superligës, teksa ka pritur miqtë e Kamzës në stadiumin Ismail Gjemali në Puk ka dhuruar një spektakël për fansat e zjarrt. Fillimi i ndeshjes ishte i qetë për të dy ekipet, por pas minutës së 20, Tërbuni shton forcën goditëse duke kaluar në avantazh në minutën e 25, kur u shënua dhe goli i parë, ndërkohë që vetëm 20 minuta më pas dyfishohet rezultati, i cili u duk se nuk ishte të ndarë. Pjesa e dytë për Tërbunin ka filluar me një tjetër gol duke shënuar që në minutën e 49 për të vazhduar në minutat e 60, 80 dhe 88 të ndeshjes, e cila përfundoi me rezultatin 6-1. 5 golet e djemve të Florit kanë ndezur tifozërinë e zjarrt pukiane. Protagonisti i takimit të sotëm ka qenë Marku, i cili shënoi plot 3 gola. Do të them që ekipi jemi nuk tregoi asgjë. Ishte një ndeshje më dobët që kemi zhvilluar deri tani në ndeshjen transfer. Por mungesat kanë bëjmë te ekipi jon kur janë edhe mungesat, duke pas parasysh që kena shumë vështirësi. Kjo tregoi se në fushën e lojës Tërbuni e meritoi fitoren. Normalisht jam i gëzuar sepse fituam me goleat, por jam shumë më tepër i gëzuar sepse kënaq me publikun këtu, tifozat pukian, të cilët shpesh herë kemi zhgënjur pavarësisht se kemi fituar, por nuk kemi fituar në mënyrë të tillë. Dhe jam i kënaqur me lojtarët e ri, sidomos me Tavlon Markun, i cili ka një moshë 20 vjeçar dhe po tregon vera ditë ditë, një sulmues me premisa për skuadrën e Tërbunit. Gjithsesi në këto momente na kënaq 3 pikëshi. Shohim përpara, kemi edhe 4 ndeshje të cilat janë shumë decisive për ne, kemi bërë një rrugë shumë mirë deri tani, po shpresoj që të vazhdojmë që në mënyrë të tillë si ta marrim distancuar kundërshtarin larg nesh. Kategoria e parë po shkon drejt fundit dhe kanë mbetur edhe pak javë për tu finalizuar, ku Tërbuni porua në mënyrë solide kreun e divizionit A. Edhe dy skuadrat e kryesimit, Mamurasi dhe Bestlidhja, kanë regjistruar fitore ditën e sotme, duke mos ndryshuar renditjen e klasifikimit.